thjesht në momenti kur qenë kryetar partie bënte sikur ka qenë i pjekur dhe politikan, dhe vjen sot dhe na bën me Ramën një batut, sepse pikrisht Rama e futi në lojë. Pse e futi Rama në lojë? Sepse nga njëra anë Rama don që të tregoj fytyrën e vërtet përpara demokratëve kush është Lulzim Basha, dhe nga ana tjetër ai do ta përdorë Lulzim Bashën për përfitimet e veta në raport me Sali Berishën, që do thotë në momenti kur nuk i duhet Luli do flas me Sali Berishën, në momenti ku i duhet Lulit do të injoroj Sali Berishën dhe do të merr posaçërisht me Lulin duke e provokuar, që Luli të vendosi përsëri platformën e tij të një personi të papjekur në politikën shqiptare. Kjo çfarë kupton? Kjo kupton qartazi që Edi Rama, Lulzim Basha, Sali Berisha krijojnë një ngjarje të tillë artificiale që vëmendja e qytetarëve të ikin nga partitë e reja politike dhe të merret pikrisht me këta të tre. Pse? Sepse Ilir Meta është në burg dhe nuk ka më prezencë mediatike. Vendin e Ilir Metës e merr Lulzim Basha dhe në ato momente kemi një treshe ku përfshihet momentalisht Lulzim Basha. Por ky është dhe një mesazh i keq ndaj Spakut në rast se nesër dalin rezultate dhe të del që PS-ja dhe PD-ja mund të bëjnë edhe ndryshime kushtetuese bashkarisht për të bërë ndryshimet e Spaku. Por ky mesazh është shumë i qartë dhe për diçka tjetër që akoma nuk e kemi kuptuar, po e them tek ju. Në të njëjtën kohë, një parti tjetër politike në vend, që ka një aktivitet dhe ka deputet në parlament, nuk u shfaqete shumë publikisht kryetari saj, mante një profil normal, nuk donte të ishte kaq shumë publik, por ai ka grup ose më mirë ka deputet në parlament dhe është Partia Socialdemokrate Tom Doshit. Në të njëjtën kohë, kur Edi Rama fton Lulzim Bashën, në të njëjtën kohë Sali Berisha në Shkodër shkon edhe provokon Tom Doshin për të dalë në skenën politike. Në të dyja rastet, si prezenca e Tom Doshit, ashtu edhe prezenca e Lulzim Bashës, japin të secili prej këtyre një avantazh në publik që të jenë në të ardhme një faktor i rëndësishëm në politikbërjen e vendit, sepse nga vakumi politik që u krijua me Ilir Metën dhe me Erion Velin në burg, normalisht në vendin ton, dy personat nuk mund të ishin të vetëm, dhe këta të dy, pikrisht njëri, pra Edi Rama, zgjodhi në mënyrë banale të ftoj Lulzim Bashën në skenën politike, ndërsa nga krau tjetër, Sali Berisha ftoi në mënyrë serioze dhe me betejë politike dhe debat politik Tom Doshit në skenën politike. Pra, të futet në veprime aktive në skenën politike dhe jo të jetë pas politikës, pavarësisht se ka prezencë në parlament. Ky tregues është shumë i qartë, që na tregon qartazi që dy aktorët kryesor dhe faktorët kryesor politik vendosën dy persona të ndryshëm që kanë diferencë personaliteti me njëri tjetrin me natën me ditën, pra nuk mund të krahasojmë dot Tom Doshin me Lulzim Bashën. Pra, Lulzim Basha, i cili na ka rezultuar si një adoleshent i cili nuk ka ditur ku ka fillu jeta e tij e rinis, në krahasim me zotin Tom Doshi, i cili ka një prezencë dhe një profil shumë më të ndryshëm se sa politikanët të tjerë shqiptar. Nga ajo që ne kemi dëgjuar, është një person që deri tani aq sa kemi dëgjuar, na del edhe na rezulton një person i cili quhet i besës, sepse në zonën që ai banon, shumica e tyre janë njerëz të cilët janë besës.
Por, në të njëjtën kohë, zoti Doshi ka treguar që në 2021 i vetëm ka marrë 3 deputet. Në 2025 na pasqyron që do të fitoj një grup parlamentar me ambicet që ai ka vendosur. Unë mendoj që zoti Lulzim Basha do të digjet përsëri, sepse destinacioni për të djegur është i njëjtë, pra formula është e njëjtë, por Edi Rama dhe Sali Berisha nuk duan të djegin Tom Doshin. Dhe prandaj Tom Doshi nuk e ftoi Edi Rama, pavarësisht se partia e tij ka mbështetur disa herë Tom Dosh, pra Partinë Socialiste, por atë e ftoi Sali Berisha. Dhe ky është një tregues i qartë, një mesazh shumë i qartë për sa i përket jo vetëm bashkëqeverisjes në të ardhmen pas 12 majit, por në një aleancë të gjerë për ndryshime kushtetuese të mundshme dhe përveç kësaj një aleancë të qartë për një drejtësi e cila nuk do të jetë më një drejtësi ambasadorëve që mund të binden me një marrëveshje me kryeministrin, po do të jetë një drejtësi e cila do t'i bindet një shumicë tjetër parlamentare pas 12 maj 2025. Të ndalemi pak në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili e konsideronte si sukses punën e SPAK-ut, po ndërkohë gjithashtu edhe shpalljen non grata të Berishës, si dhe arrestin në shtëpi po të Berishës gjithashtu. Si mendoni, çfarë do të thotë ky raport për vetë Berishën, i cili pret nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që t'i hiqet non grata? Së pari duhet kemi parasysh që raporti Departamentit Amerikan të Shtetit është bërë nga administrata e mëparshme dhe administrata aktuale nuk ka mundësi ta shfuqizoj ata apo ta ndryshoj, dhe normalisht sipas procedurës do të hidhet në publik, pra do të bëhet transparenca. Ne duhet presim raportin në 2026 që do të flasim për 2025-ën, atëherë mund të kemi një pamje të qartë në rast se kemi të bëjmë tani e tutje administrata Trump do të jetë administrata e linjës Trump, pra Departamenti Amerikan i Shtetit, apo do të vazhdoj përsëri e njëjta praktikë ashtu siç ishte me rastin konkret që kemi të bëjmë me zotin Berisha, i cili është non grata dhe politika amerikane nuk ndryshon. Thjesht më lejoni t'ju them diçka shumë serioze dhe shumë të qartë për çdo qytetar shqiptar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partner për Shqipërinë dhe shqiptarët, për Kosovën dhe për kombin shqiptar në tërësi. Politika e presidentëve amerikan 4 vjeçar nuk ka të bëjë pikërisht me Biden apo me Trumpin. Është një politikë disa vjeçare që ajo ndryshon sipas gjeostrategjisë, politikave të ndryshme që ndjekin Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me paqen, stabilitetin dhe luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit.